Ndodhemi në sheshin Shqiponia, aty ku është pika e trafikut të përditshëm dhe që për banorët e Tiranës dhe kryesisht për drejtuesit e automjeteve është kthyer në një burim stresi, pasi dhe aksidentet janë shtuar tej mase. Mbi këtë situatë problematike do të flas specialisti i rrugorës Arben Luzi. Ai do të analizojë shkaqet kryesore të aksidenteve. Sipas tij, rritja e numrit të mjeteve dhe pakujdesia në drejtim mbeten faktor kryesor. Përmes përvojës së tij, ai do të japë rekomandime konkrete për përmirësimin e sigurisë në rrugë. Cilat janë segmentet rrugore më problematike në Shqipëri sot? E keni fjalën për njollat e zeza, ato që ndodhin më aksidente. Këto janë të studiuara, janë në harta, është harta në drejtorinë qendrore të policisë rrugore, janë segmente të pjesë të rrugës të cilat në kohën e vërtet të fluksit të madh të lëvizjeve, drejtoria e policisë rrugore vendos dhe shërbime fikse në to. Qofshin këto në autostrada, qofshin dhe në rrugë interurbane dytësore, që rrugët të pjesës dërmuese të qyteteve të Shqipërisë. Dhe ato djen janë segmenti rrugor Elbasan Pogradec, që është vërtet problematik se ka të bëjë për vetë strukturën e tij që ka kjo rrugë, formën geometrike që ka. Është një rrugë që ka kthesa të shumta, nuk ka vend për parakalim, po të kalojë një mjet i tonazhit të rënd e bllokon rrugën për mjetet që lëvizin me shpejtësi më të mëdha dhe bëhet vargu makinave dhe shpesh herë makinat futen në parakalime të gabuara dhe ndodhin aksidente. Dhe kanë ndodhur aksidente me pasoja në jetës të shumë përdoruesve të rrugës, qofshin këta në rolin e drejtuesit të mjetit apo dhe pasagjerë. Është rruga segmenti rrugor Lezhë Shkodër Fushkruj, që vërtet është segment problematik, dhe aty përqendrohen shërbimet dhe rruga e Kombit, po rruga e Kombit në pjesën që është interurbane dytësore, se në pjesën tjetër është autostradë dhe kalojnë mjetet më me lehtësi. Çuditërisht kemi probleme në rrugën autostradën e Vlorës, ka pasur probleme të rënda. Pastaj rrugët e tjera kanë fluks më të ulët lëvizje dhe si rrjedhoj edhe aksidentet në këto rrugë janë më të ulta. Në gjatë sezonit të verës përqendrohen shërbime nga merren masa në anë policisë, drejtorisë qendrore të policisë rrugore dhe përqendrohen shërbimet në këto pika ku janë vërtet njollat të zeza të tyre. Pse po shënojmë rritje të aksidenteve në zonat urbane, sidomos me motorët, biçikletat dhe monopatinat? A janë drejtuesit më të pakujdesshëm apo infrastruktura që nuk po i përballon këto flukse? Unë deri tani këto monopatinat i shikoj si diçka që është folur, po më duket sikur nuk ndeshkohen. Nuk e di, ndeshkohen apo jo, po ta bëj dhe unë pyetje tyja, unë e di që nuk ndeshkohen. Përgjigjja është brenda. Dhe po të shikosh monopatinat, çuditërisht tani fëmijët po lëvizin nga dy. Ne po bëjmë luftë që edhe një mos të jetë në atë, ata po lëvizin nga dy veta në një monopatin. Janë tepër të rrezikshme për jetën e njerëzve dhe rrjedhoj. Edhe motocikletat dhe biçikletat duhet të kalojnë në vendet ku ka rrugë të dedikuar për kalimin e biçikletave. Jo biçikletat ku të mundin, si rasti konkret që po shkon kjo biçikleta këtu në trotuar. Këtu nuk ka vend. Vendi për kalimin e tyre është i përcaktuar. Kemi ndërhyrje në rrugë dhe kemi rënë vend vetëm për korsi të dedikuar vetëm për biçikleta. Shumica e tyre nuk kalojnë atje ku duhet, por kalojnë në vende që nuk u takojnë që të kalojnë. Dhe bëjmë burim i theksuar aksidenti pasaj, në momentin që kryej manovrën e kthimit majtas apo kthimit djatas për të zënë një rrugë tjetër apo për të dalë nga fluksi i qarkullimit dhe bëhen burim i theksuar për aksidentet rrugore. Me ardhin e sezonit turistik, autoritetet rrugora kanë marrë masa për të përgatitur dhe për menaxhimin e trafikut të rrugor? Si çdo vit merren masa për menaxhimin e trafikut rrugor, por unë e shikoj sidomos këto rrugët e Tiranës janë të dyja rrugët dalse që drejtim plazhit janë të ngarkuar, janë rrugë në ndërtim, qoftë segmenti rrugor i rrugës interurbane kryesore, që është drejt për drejt, që është Durrës-Tiranë, qoftë tjetri që është Tiranë-Plepa. Ai të njohura ndryshe rruga e Durrësit dhe rruga e Kavajës, që në kohët e para
janë në ndërtim dhe si rezultat do të rritet fluksi i lëvizjes së mjeteve në to dhe do kemi dhe blokimit erëpashershme të rrjedhës së trafikut. Risia që përmendi kryeministri për heqjen e policisë rrugore dhe vendosjen e kamerave inteligjente, mendon se do jetë një hap më i mirë për menaxhimin e trafikut në vend? Tani unë jo më larg, po para një 3 ditësh kam qenë në një lëvizje dhe shikoja që në policia rrugore kontrollonte dokumentat akoma. Domethënë unë se kuptoj çfarë është ky kontroll i dokumentave sot. Këtë kërkonim në 91-shin, këtë kërkojmë dhe në 2025, janë 30, afërsisht 25 vjet, 30 vjet, 37 vjet që bëjmë këtë lloj pune, këtë lloj kërkese. Policia rrugore duhet të pozicionohet në vendet ku janë vërtet njollat e zeza, duhet të pozicionohet, duhet të ndihmojnë në rrjedhjen e trafikut, jo të bëj kontroll rutin të dokumentave të asaj. Pra, deri diku nuk duhet të jetë, por po të jetë në zonat urbane, policia duhet të jetë prezent në shumë kryqëzime, sepse ne kemi drejtues mjetësh të paedukuar, që quhen në fushën e qarkullimit rrugor. Jo se edukata është një spektër i gjerë, nuk mund të merret vetëm i paedukat, i themi se edukata ka të bëjë në të gjitha drejtimet e saj. Po në fushën e qarkullimit rrugor ne kemi shumë të paedukuar, që në mënyra e ecjes tyre lënë për të dëshiruar, bëhen pengesë për rrjedhjen e trafikut. Edhe çuditërisht në kodin rrugor është një pikë në nen që thotë në shkojsh dhe kur ecë me shpejtësi më të ulët nga ajo e lejuar, bësh pengesë për rrjedhjen e trafikut. Dhe asnjë prej drejtuesve të mjeteve nuk është ndeshkuar me një gjop të tillë. Pra i shikoni problem nëse ecim me 33 km/h ose më pak, se 33 është e lejuar? Jo, e lejuar është 40 në qendër të banuar, por nëse ecen me 10, me 5, në një rrugë të drejtë, po ti s'ke makina përpara dhe bësh bllokim për mjetet, detyrimisht duhet të ndeshkohesh, se nuk je pronari rrugës si gjetë ke vënë traun aty dhe do kalojnë mjetet. Ti do vazhdojsh, do bësh ecjen si të lejon deri në 40 km/h, aq sa ti je i sigurt se nuk bën rrezik, nuk bësh rrezik pengesë për përdoruesit e tjerë të rrugës. Por jo të ecesh me 10, edhe me 5 km/h në qytet, sepse ka fluks lëvizje. Në çdo moment po të rrim këtu të numërojmë, bëhet bllokim rruge, 5 mjetë në sekondë, thonë 360 metra për 1 minutë. Prandaj hapja e Unazës madhe, si e shikoni? Ka lehtësuar disi qarkullimin? Lëvizja brenda Unazës është e lirë, por në hyrje dhe në dalje, në rampat që bëhen për hyrjen dhe daljen, kemi gjithmonë bllokim, qoftë ato që delin nga autostrada, qoftë ato që hynë në Unazën, rrugën kryesore. Ajo është rrugë me parametrat të mira, rrugë të cilën po u futje do të fresku dhe të vish deri tek Astiri, vjen për 3 minuta. Por a del dot, shtrohet pyetja, a del dot për 3 minuta, do rish 1 orë dhe vonohesh. Domethënë prapë me zene pas kemi brenda aty në qendresën që bëjmë, vonesën që mund ta quajmë. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Është propozuar nisma për heqjen e policëve nga rruga, duke synuar një kontroll më të avancuar përmes teknologjisë. Qeveria ka synuar të zëvendësojë patrollimet tradicionale me sisteme monitorimi elektronik. Kjo nismë pritet të rrisë transparencën dhe të ulë ndërhyrjet e panevojshme në trafik. Megjithatë, zbatimi i saj do të kërkojë kohë por investime të konsiderueshme. Specialisti Arben Luzi thekson se prezenca e policëve në rrugë mbetet e nevojshme për sigurinë, por shprehet kundër praktikës së kërkimit të dokumentave në mënyrë të përsëritur.